një akuzë e cila është trajtuar edhe nga gjykata të tjera, që është përgjegjësia për shkak të hierarkisë, duke trajtuar Ushtrinë Shqiptare të Kosovës si të ishte një ushtri formacion konvencional normal, me kontroll efektiv të territorit, me një hierarki të ngurtë që i takon shteteve, ndërkohë që ajo ka qenë një luftë guerile partizane e improvizuar në kushte mbijetesës, me mungesë totale të pajisjeve, të infrastrukturës edhe të kontrollit të territorit, që vinte edhe lëvizte në mënyrë tipike partizane në varësi të rrethanave. Kështu që kjo është, si thua, gjëja thelbësore e kësaj pretence dhe kërkesës të prokurorisë, që ata po vetëm sa e kanë treguar fytyrën e vërtet që ata janë duke akuzuar Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Pra jo emrat përveçëm, aty nuk, në atë sallë gjyqi nuk janë emrat e liderëve të UÇK-s, por është e kaluara jon më e ndritur historike, është kapitulli më i rëndësishëm i shtendërtimit të Kosovës dhe është një ndër veprat më fisnike që ka bërë populli ynë në shekullin e kaluar.